17 grupe polifonike nga jugu i vendit konkuruan për 2 net me radhë në festivalin Netët e Bekës së Bardhë, që u mbajt për të 6-ën vit radhazi në fshatin Pilur të Himarës. Ky festival krijon një lloj entiteti brenda gjithë identitetit kombëtar që ka polifonia shqiptare, sepse mbledh grupet më të qëndësishme të polifonisë nga 8 bashkitë jugore të Shqipërisë ku lëvrohet polifonia. Por nga ana tjetër, inkurajon protagonizmin e ri. Edhe këtë vit, mungesa e Lefter Çipës, autorit më të shquar të polifonisë shqiptare, është ndjerë fort, por këngët e tij kanë qenë të pranishme në repertorin e shumë grupeve pjesëmarrëse. E kuptova pse kërkon me Festa Isos polifonike mblodhi këngëtar, instrumentist, turist vendase të huaj në një skenë ku Tradita u bë protagoniste. Jetoj në Tiranë, kemi ardhur për Bekën e Bardhë. Është një diçka e bukur që breza i do vinë, ta vazhdojmë më tutje. Nuk ka shumë pjesëmarrje, po mirë. A çeli diellin në fshatin tonë. Kenar për turistë, plazh, në Himar, rastisht qëllon këtu dhe u kënaqëm. Një festë shumë e bukur. Për 2 net rresht, Piluri u kthye në qendrën shpirtërore të Polifonisë Labe. Veçëria e këtij edicioni ishte rritja e pjesëmarrjes së të rinjve, çka tregon se trashëgimia kulturore po jeton dhe po kalon në breza.